Sa po ka përfunduar ndeshja finale e kategorisë A54 superore dhe Egnatia mund vazhdin me rezultatin e thellë 4-0 me Alban Tafajin, ish futbollistin e njohur të Tiranës, ish trajnerin, por tashmë edhe një drejtues dhe vëzhgues i federatës edhe punonjës federatës shqiptare të futbollit. Një ndeshje që në një farë mënyrë përpara fillimit të takimit nuk u parashikuan me këto rezultat. Jo, besoj në bazë se rezultati ndeshjes nuk është ai i drejti, sepse mendoj që Vllaznia mbase nuk e meritote të 4 gola. Ishte një skuadër që ka zhvilluar kampionat mirë, ka pas oscilacione gjatë kampionatit, nuk krahasohet me Egnatien paktën deri në finale, por që do të thosha për mua rezultati besoj ky 4-0 nuk e përliq atë udhtim të mirë që ka bërë Vllaznia deri këtu. Ku ishin problemet e Vllaznisë ju pashus me këtë ndeshje? Për mendimin tim e pash një ekip disi pak të lodhur dhe patem motivacionin në shtysën kryesore që ka motivimin e brendshëm të skuadrës. Nuk e di nga erdhi, tifoza kishte, mbështetës kishte nga Shkodra, si gjithmonë domethënë tifozëria shkodrane e ka mbështetur ekipin e vet, por që do të thosha një motivacion jo fort dhe një jo dëshirë për të dhënë maksimumin, sepse një ndeshje finale ishte dhe mendoja që Vllaznia do bënte shumë herë më tepër se ç'bëri tani. Sa dëmton vazhdimsinë kryesisht për Kupat e Europës? Kjo ishte një ndeshje që besoj që jo se do ta dëmtoj, por më shumë se në ecurinë e skuadrës, sepse ishte një ndeshje më shumë prestigji, që do t'i shërbente një titull i munguar i Shkodrës prej 20 e sa vitesh, pra ishte motivim më tepër i vetë Vllaznisë si skuadër, por dhe vetë qytetit. Por megjithatë është në rrugën e duhur për të qenë aty, pra për të qenë finaliste dhe e ka merituar këtu ku është. Isha me Alban Tafajin, një emër shumë i spikatur i futbollit shqiptar, aktualisht edhe specialist pranë trajnimit në Federatën Shqiptare të Futbollit, aty ku përllohen dhe kualifikohen trajnerët e ardhshme nga kategoria C deri tek UEFA Pro. Shumë faleminderit dhe mua më vjen mirë, aq më tepër që dhe djali yt është një nga nxënësit e mi ku ka marrë licencën e UEFA B dhe besoj që përveç se futbollit dhe trajnimit do t'i shërbej në vazhdimsinë e karrierën e tij. E me që e cekët djalin tim Antonio Marku, pas ditën e djeshme në Drenicë u shpall kampion i Ligës Parë të Kosovës dhe ngriti kupën e Ligës Parë me Drenicën. Knasi i veçantë me që përmendet Antonion. Vjen shumë mirë, sepse ishte një student model, po dhe futbollist model dhe më vjen mirë, sepse kontributin që ka dhënë normal prej vitesh, qoftë ke Vllaznia, qoftë ke Durrës ku ishte punëfare, po edhe për Drenicën aty ku po kontribon tani, vjen mirë sepse i uroj dhe suksese në karrierën më të eshme, tash dhe herë dhe atë të trajnimit. Dhe duke bashkangjitur dhe debutimin me Dinamon, 18 vjeçar ka luajtur 2 sezone me Dinamon, me që i bëm një, por nuk ishte momenti për jo, djetë Vllaznia do të thekja Vllaznia. Ishim për Vllaznin, po faleminderit që e hapet të tem. Respekte.